Zoti Skënder, unë kam dhe një pyetje tjetër, duke qenë ju aktivisti komunitetit shqiptar me origjinë nga Kosova, kemi parë në Hag gjyqin ndaj liderëve të UÇK-s. Është një shqetësim në të gjithë komunitetin shqiptar për këto vendime që merren në këtë gjykatë speciale për Kosovën pa fakte konkrete, duke bërë akuza monstruoze, duke dashur që roli i një lëvizje çlirimtare të shndrohet në të kundërtën e saj. Cili është reagimi juaj dhe i bashkëdhetarëve të tjerë në Chicago në lidhje me këtë çështje? Për gjykatën e Hagës jam ndjeni, kam fakte, kam argumente në dorët e mia dhe mund ta them publikisht para botës, para shqiptarëve, para opinionit dhe diasporës në Amerikë. UÇK-ja ka bërë luftë të drejtë. Për këto vite nuk ka asnjë fëmijë, asnjë plak, asnjë moshuar, asnjë shtëpi e kallur apo ndonjë masë që kanë marrë UÇK-ja ndaj komunitetit serb, pakis në Kosovë. Ndonse që nga viti 1913 dhe në vitin 1999, asnjëherë regjimet serbe s'kan mund me bon balansim të mes shqiptarëve serbe me humb drejt peshimin e pakisës ose shumicës. Gjithmonë kanë qenë serbët në Kosovë si ardhacak, 4 deri në 5%. Asnjëherë më shumë në historinë prej vitit 1913 deri në vitin 1999. Tashti në luftën e Kosovës. Luftën e Kosovës erdhën djemt e vajza nga diaspora, si që ishte Hashim Thaçi, si që ishin Kadri Veseli, si që Lefemi Ladrosi me bashortën Gjeven, që për ne është një shota Galica e dytë, dhe e vendosën me dalë në mal, me dalë pall për pall me Hasmin, edhe mi thonë vdekjes ja ku jemi, por Kosova është e jona. Organizimi i gjykatës speciale, Rafael, këtu bën një shim që na boni presion Evropa, edhe mund ta them me përgjithësi, një reagim im kështu si intelektual. Evropa, kur vjen pyetja çështje shqiptare, kjo Evropë e re po punon me skenaret vjetra, shekullit kaluar. Gjykata speciale na mori një pjesë të sovranitetit Kosovës dhe e çuam në Hag. Që kjo s'ka ndodhur asnjëherë, në asnjë vend botës s'ka ndodhur. Një. E dyta, është bën një gjykatë një nacionale, vetëm për shqiptarët, për kënd, për ata që ishin viktimë. Për atë popull që ishin në shkallë gjenocidit e çfarosjes në substancën kombëtare. Shpengulja, dyndja, kallja të gjithë pasurisë që kishte, madje me qindra intelektualëve, Rafael ju kanë ndjekë edhe me qindra mia libra në bibliotekën e tyre intelektuale, shkrimtar, intelektual, profesor nga Kosova. Dhe gjykata më shumë ka karakter politik. Pse e them këtë? Pasi se për Miloševićin, si gjakpës, si kasapi Ballkanit, kishte vetëm 60 dëshmitar. Për Hashim Thaçin i kemi 200 dëshmitar. Për viktimin i kemi 200 dëshmitar, për agresorin 60 dëshmitar. Dhe ç'është e drejta, mbrëmje kom thënë fesën e Flamurit. Jakub Krasniqi, profesori, ishte zëdhënës i UÇK-s, një ushtri të vogël që ishte dalë mbrojtje të popullit dhe tokës Kosovës. Vučići, Aleksandar Vučići, presidenti aktual i Serbisë, fashiste, ishte zëdhënës i ushtrisë agresive, pushtuese, vrastare të Serbisë në krahun e Miloševićit. Vučići sa ndërshkryetari i Serbisë, Jakub Krasniqi prapagrillave, që dëshoj me t'informu Rafael, profesor Jakub Krasniqi tash gati pi ban 20 vjet në burgjet jugoslave dhe në këtë burgin politik të Hagës. Gati 1/3 jetës i ka kaluar në për burgje, për shkak shëndetit të gjithë ato. Dhe kjo me dërgon atë se kjo është një gjykatë politike, ka shpenzuar me miliona dollar, euro, shteteve financuese, si ndërtosh të Shtetet e Bashkuara, dhe tashti prokurori dhe prokurorët me një pamje të ndyrë, pa sinqert, pa shenja juridike ndërmëtare, pas një shenja juridike që ka hije drejtësisë evropiane dhe botërore, dolën dhe tregonin pralla sheshit se shka kanë bëhë ta djemë 4 burra që kanë odhejsh ta djelmenia o UÇK-s, gjë se kanë bëhë krime për 2 vjet luftës. Serbia dërgoi në gjykatën e Hagës 50.000 dosje, po e nënvizoi
50.000 dosi ka dërguar Serbia përmes shërbimeve sekrete, ushtarake, policore kundër këtyne 4 burrave, krerëve të OÇK-s për ta vrarë, për ta gjykuar liria ka emër. Si është e mundën kjo? Tash ne kemi edhe një problem tjetër. Në prokurori po luhet një lojë tjetër. Ta kanë bërë shpenzime marramense, e tha edhe Volker e tha sot në bisedën tonë të lirë. Ata do të mundohen që sidomos Thaçin ta dënojnë. Ta dënojnë shumë rand për me arsyetuar shpenzimet që kanë më afër $50 milion. Merë men $50 milion janë shpenzu për 4 burri dhevët. Si është e mundër një gjykatë evropiane? Evropa re po analizoi me skenart e vjetër shekullit kaluar. Këtë kjo kundër shqiptarëve. E drejta e shqiptarëve është realizuar dhe është miratuar me këshillin juridike që e bëri gjykata ndërkombëtare e Hagës. Se shqiptarët, Kosova nuk ka thyer asnjë rregull ndërkombëtare me rastin e shpalljes pavarësisë që e bëri Hashim Thaçi. Por që është e drejta ata 200 dëshmitar shqip folës që tonë jetën do ta hanë bukën me turp, shkuan dhe afruan dosje më çorëditëse, më të shëmtuara, saqë edhe prokurorët, edhe mbrojtësit i prisnin ato dëshmitë të tyne 200 dëshmitarëve para Thaçit me buzë në gaz. Ishte turp i kohës. Prandaj marshi që do të bëhet me 17 shkurt në Prishtinë, ku do të jenë afër 1 milion shqiptar, do të jetë zëri i fundit që liria dhe pavarësia nuk ka njeri, nuk ka forcë në botë që gjykon dhe që na vret lirinë e Kosovës. Të faleminderit për këtë. Do desha edhe një pyetje tjetër, ju tha që biseduat në një grup të ngushtë aktivistësh me zotin William Walker. Më thoni ndonjë kuriozitet nga ky bashkëbisedim? Në orët e mëngjesit sot shkum në një mëngjes, punë ta që kështu, mëngjes i lezetshëm, spontan, ndonë se sa herë njeri u flet mirë spontane shumë korrekt, më i sinqert, shumë i sinqert. Përdrejsa merr lapsin dhe shkruan fjalimin, aty mund me pas subjektivitet, subjektivizëm. Ndërsa biseda e lirë dhe spontane gjithmonë është më e sinqerta, më e burimshme, del nga shpirti ashtu siç është. Dhe me mikun ton, Volker, biseduam gjëra gjatë, bisedë lirë, pinim kafe dhe fillojmë të shpalu kujtimet e tij për Kosovën. Para se të fliste për këtë, në atë kohë OSB-ja kishte saktuar Volkerin në Kroaci, luftën e Kroacisë, në mbrojtje të pakicës serbe që jetojnë në këtë shtet. Dhonë e mbri atje, i bëj raportet, e kryj detyrën time. Miloševići dëgjon për mua që unë kom rrinë në Kroaci në Zagreb i zyrtar. Dhe tash Miloševići, kasapi Ballkanit, të mendu që tash na erdhi një mik në thojza nga Amerika, e tash ne kemi duhur të lira. Edhe unë tash e kryj misionin tim, edhe në ndërkohë shpërthen lufta në Kosovë. Për thomë tha për herë të parë. Edhe unë tash vi në Kosovë. Lufta, kur ndodhi rasti i Reçakut, unë veç që kam marrë një lajm, që ka pas luftime në fshatin Reçak të Shtimes. Kanë luftu OÇK-ja me forcat serbe. Kaq, asnjë informat tjetër nuk kisha. I marrëm në makinat me delegacionin e OSB-s, shkojmë me vizitu fshatin Reçak. Ku him brenda, ishte tmerr. Tmerr, sa që mu zo frima, së mësha frime marë. Njerëz me kokat preme, në gjimë të jërë qitë në për jashtë. Plesh, moshë, ishë me në të bjeshë, mes malet komunës së Shtimes, në Reçak, i fshat i bukur për parë, për sot është fshat i bukur. Edhe tash u trëndita shumë. Kthehem në zyrë, edhe ullëm, e kom pi një gotë ujë, kom fillu me bon raportin. Por, s'kam blamru ka skend. Ka aty këtu fjalime, ja ka thirë këtë generali atë gjënjur, askend se kam konsultu. I mule kam shkrimin si diplomat, edhe kam thënë. Sot në Reçak kemi shkallën më të lartë të gjenocidit që ka bën ushtria dhe policia serbe Miloševićit. Kjo gjenocid dhe këtë Evropa duhet ta ndalë sa më parë që është e mundur. Edhe a di çka ndodhi? Miloševići u ngrit në këmbë i tërbuar, si gjapër. U bo gjapër, tha me në gjysore gjapër i zi, në kohë zezë. Edhe më sulmoj, tha, ka shku, tha Volkeri në Shtime dhe u ka vesh do robe të shpume në kinëse nga plumbët dhe e ka bo lajmë, e ka bo tragedi, e ka bo gjenocid para botës pa fajnë tonë, që ata ndonë se në vrame me veti, e tjera, që e bëri një shpalim të veçantë në këtë bisedë. Dhe
mund të them, Rafael, edhe një çështje. Sot e vreja në bisedën e tij. Mos ishte ky mik i madh i shqiptarëve. Ato 200 sulme, 200 masakra në Kosovë. Një krevi masakrit ishte Reçaku. Ne besoni Reçaku të ekzistonte vetëm 2 ditë. Edhe do të harrohej në thojza, pasi se mekanizmat serb do të ambulonin, do të avenin e heshtje edhe para botës edhe brenda popujve të Ballkanit të kështu me radhë. Volkeri e bëri të vetën dhe mbrëmje kemi qujt, unë fjalimin tim i kom thënë, është avokati më i mirë i shqiptarëve, i Kosovës dhe heroi i Kosovës. Ndonse Volkeri ka shpreh dëshirën që kur të vdes, t'i bëhet një varr pranë të masakruve në Reçakun e Kosovës. Është një nderim mjaft i madh për kombin amerikan, për të si person, për faktin që në atë moment kyç të historisë së kombit kosovar, ai ditit paraqes realitetin dhe fytyrën drejt për drejt ndaj gjithë botës për të parë se kush ishte Miloševići i vërtet, dhe kjo shërbeu si kthes edhe veprimeve të Shteteve të Bashkuara dhe të sulmit të NATO-s mbi Serbi. Edhe vetë një shtesë të vogël e kam për obligim për hir të shikuesve tanë, të nderuar, televizionit tuaj. Unë mendoj gjykata dhe mbrojtja që është nivelin më të lartë juridik të drejtës ndërkombëtare, avokatët nivelin më të lartë profesional, me etik, me shpirt, me frymë të jurisprudencës ndërkombëtare, i kanë dalë në mbrojtje tyne djembe në Hag, dhe është edhe një çështje tjetër. Serbia dhe çarqe tjera antishqiptare bashkë me Rusinë po bëjnë çmos që këta djemë të dënohen. Pse të dënohen? Pasi se do mos si tha Volker sot në Chicago, në bisedën personale, shumë shoqërore, vllazore me ne. Ata dëshirojnë të arsyetojnë shpenzimet që kanë bërë për këto 5 vite. Para botës dhe para atyre që ka financuar gjykatën speciale në Hag. Prandaj kësaj mosia kam rrezik, kam frikë, thaqin posaçërisht thaqin e kanë vënë në shëndetësor me një dënim drastik, drakonik për të mbuluar marrit, turpin, idiotizmin, antidrejtësi, anti-jurisprudencë që po krijohet në një gjykatë politike jo juridike në Hag. Dhe kjo do të na sjellë të lashë Kosovës. Por unë shpresoj, jam optimist. E vërteta do të në shesh. Lufta Kosovës, lufta Çukës ishte drejt. Ishte me artin luftarat, që e kenë traditë si shqiptarë, me artin e Gjergj Kastriotit, me artin dhe me rregulla ndërkombëtare. Pas një vijim, pas një krim, e pas së siloti, e drejt para Zotit, para tokës, para qenies tonë kombëtare. Unë uroj që ata vjen të shohin sa më parë në Prishtinë, edhe të pim kafe me ta. Këtu po e përfundojmë emisionin. Do t'ju ftoj edhe herë të tjera kur të ketë veprimtari të ndryshme patriotike në Chicago, pasi na jepni një informacion sa më të plot të veprimtarisë të komunitetit shqiptar dhe patriotik aty. Zoti Skënder, ju falemderit për praninë tuaj në studio. Me ndërqofshi të fala redaksis, shikuesve, të gjithë shikuesve, shqiptarve, kudo që janë, edhe në Amerikë, me fat e përjetshme qoftë Kosova jonë. E përjetshme dhe festa e Kosovës, pavarësia e saj dhe bashkimi i trojeve kombëtare.